Me që të ndëruar, ju përshëndes, dua që të marr vetëm disa minuta që të bëj një video të shkurtër, por një video shumë të rëndësishme lidhur me diçka shumë të rëndësishme. Kjo video është një video krahasuese ndërmjet profetit musliman Muhamedit dhe apostullit Paul në Dhjetën e Re. Para se të them atë që dua të them, mos harroni se sipas Islamit, sipas muslimanëve, Muhamedi është njeriu më i mirë që ka jetuar në këtë tokë, edhe ai është si shembulli më i mirë për njerëzimin, shembulli më i mirë që njerëzit duhet ta ndjekin, ndërsa sipas Biblës, Pali nuk është një gjë e tillë. Pali është thjesht një njeri mëkatar që u përdor nga Perëndia. Perëndia pati hir dhe mëshirë për të dhe u përdor nga Perëndia si një mjet për ta shpallur të vërtetën e Ungjillit nëpër tek popujt të ndryshëm. Kështu që mbani mend këtë përderisa e bëjmë këtë video. Edhe ne si të krishterë, ne nuk jemi të thirrur që ta ndjekim Paulin. Bibla nuk na thotë që Pauli është shembulli ynë më i mirë që ne ta ndjekim atë. Mirë, po për muslimanët është e vërtetë që Muhamedi është shembulli që ata duhet ta ndjekin, edhe ata duhet që t'i ndjekin hapat e tij edhe të bëjnë gjërat që ai ka bërë. Kështu që mbani mend këtë. Tash krahasimi që dua të bëj në këtë video është se çka këto dy persona, pra profeti Muhamet dhe Pauli, na thonë se si lidhur me atë se si burrat duhet të trajtojnë gratë e tyre. Le ta shohim atë çka Muhamedi thot në fillim tek sura 4, sura An-Nisa, ajeti 34. Kurani na thot burrat janë përgjegjës për gratë, nga sa Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët, që këtu e shohim që burrat janë gratë më të lartë se sa gratë, edhe ka graduar disa mbi të tjerët, dhe nga sa ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre, prandaj me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. E ato që keni dro kryelartësisë së tyre, këshilloni, madje largoni nga shtrati edhe rrahni. E nëse ju respektojnë, atëherë mos u sillni keq ndaj tyre. Allahu është më i larti, më i madhi. Ky është ajeti 34 i surës 4, surës An-Nisa. Do këtu shohim që Muhamedi i urdhëron ndjekësit e tij, besimtarët musliman, që ata ti rrahin, janë të lejuar që ti rrahin gratë të tyre, mbasi ti këshillojnë, mbasi të flasin me to, janë të lejuar që ti rrahin edhe nëse vetëm kanë dyshim, mendojnë se ato mund të jenë kryelarta, jo që ndoshta janë, por nëse një burr mendon se gruaja e tij është kryelart, ka kryelartësi, atëherë ai është lejuar që ta rrah gruan e tij. Kjo është këshilla e Muhamedit, se si burrat duhet të trajtojnë gratë e tyre nëse ato janë kryelarta. Edhe një herë mbani mend, sipas Islamit, Muhamedi është shembulli më i mirë i njerëzimit, kështu që nëse ne duhet të ndjekim Muhamedit, atë kjo është çka duhet të bëjmë. Tash le ta krahasojmë atë që Pauli na thotë se si burrat duhet të sillen, se ata duhet të trajtojnë gratë e tyre. Tek Efesianëve, letra Efesianëve, kapitulli 5, vargjet 25 dhe 26, shoqëri çka thotë: Ju burra, ti doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti e ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. Do thotë këtu Pauli i thret burrat që ti duan gratë e tyre, edhe ta japin jetën e tyre për to. Pastaj vargjet 28 dhe 29 thot, kështu burrat duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetveten, sepse askush nuk urren mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën. Pra, Pauli në këtë vargje i thot burrave dy gjëra: ti duan gratë e tyre ashtu siç Krishti e deshi kishën dhe dha jetën e vet për të. Edhe së dyti, ti duan gratë e tyre ashtu siç e duan trupin e vet. Çfarë ndryshimi i madh është ka ndërmjet asaj çka Pauli na thot se si burrat duhet të trajtojnë gratë, asaj çka Muhamedi na thot se si burrat duhet të trajtojnë gratë. Ne nuk Pauli thot që ne ti duam gratë tona ashtu si ne e duam trupin tonë. Ne nuk e rrahim trupin tonë, ne nuk i godasim trupat tonë, por ne kujdesemi për trupat tonë. Nuk duam që të shkaktojmë dhimbje
trupave tonë, nuk duam që t'i kesh trajtojmë trupat tonë, kështu që Pauli thot të njëjtën gjë bëni me gratë tuaja. Kështu që Pauli na thot që ne duhet të konsiderojmë gratë tona si vetë trupin tonë dhe të kujdesemi për të në të njëjtën mënyrë. Një pasazh tjetër nga Pauli lidhur me këtë është te Kolosianëve kapitulli 3 vargu 19. Thot ju bashkëshort, duani bashkëshortët tuaj dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Duani bashkëshortët tuaj dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Edhe këtu i shohim dy gjëra, dy urdhra i kemi këtu. Të duam gratë tona dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Kjo fjalë këtu ashpër e ka kuptimin që as mos u hidhrani me to. Mos ju përgjigjeni atyre në mënyrë të ashpër. Sa larg, çfarë ndryshimi i madh nga ajo se çka Muhamedi tha që ti rrahni gratë tuaja, ti rrehni gratë tuaja, nëse ju mendoni se ato janë kryelarta. Pra shihni ndryshimin mes këtyre dyve. Tash mendoni mirë, cili mendoni ju se është shembulli i mirë? Cili mendoni ju se është duke thënë ato çka Zoti përndia krijuesi ynë që i dën njerëzit? Cili mendoni se është duke folur të vërtetën këtu? Ai Muhamedi që thot rrehni gratë tuaja nëse keni frikë se ato janë kryelarta, a është kjo nga Zoti? Apo ajo që Pauli thot, ti duam gratë tona ashtu siç Krishti e deshi kishën e vet dhe dha veten për të. Ti duam gratë tona ashtu siç e duam trupin tonë, të mos jemi të ashpër me to, të mos jemi të herdhëruar me to. Cili është shembulli më i mirë që ne sot duhet të ndjekim? Sinqerisht mendoni, cili është shembulli më i mirë që ne duhet ta ndjekim sot? Pauli apo Muhamedi? Për fund dua të them se në të gjithë Kuranin nuk ka asnjë ajet ku burrat urdhërohen që t'i duan gratë e tyre, që të kenë dashuri ndaj tyre. Ka ajete që të kujdesen për to, e gjërat e tilla, por nuk ka një varg ku Allahu ju thot burrave që t'i duan gratë e tyre. Veç konsideroni mirë këtë dhe krahasoni këtë me ato që Bibla na thot që ne t'i duam gratë tona, ashtu siç e duam trupin tonë. Kjo është një krahasim i rëndësishëm edhe shpresoj që ta kuptoni se cili mesazh vjen nga Perëndia. Ju falenderoj dhe Zoti ju bekoft.